Dëmtimi i njërës prej urave të rrugës së Vermoshit nga bashkimi për në pikën kufitare të Gërçarit ka zgjatur vetëm 24 orë, pasi u ndërhyn nga ndërmarrja e shërbimeve komunale të komunës së Gucis, e cila realizoi riparimin e saj brenda 12 orëve. Ura u dëmtua për shkak të faktorëve atmosferik dhe gjendja e rënduar e saj rrezikoi bllokimin e qarkullimit të automjeteve drejt doganës, si dhe të banorëve të krahinës shqiptare të Plav Gucis, të cilët kalojnë përmes rrugës së Kelmendit për në Malsi të Madhe, Shkodër, Tuz dhe Podgoricë. Në këto kushte, drejtuesit e komunës së Gucis me miratimin e autoriteteve zyrtare shqiptare angazhuan ndërmarrjen komunale të kësaj komune me punëtor, mjete, bazë materiale dhe nisën pavonesë punën për riparimin e saj. Ata punuan gjatë gjithë ditës pa ndërprerje dhe arritën të rikthenin në normalitet urën për qarkullimin e automjeteve në kushte optimale sigurie. Ndihma e dhënë nga komuna e Gucis në këtë rast është vlerësuar nga banorët e Vermoshit si një kontribut i rëndësishëm vëllazëror nga vëllezërit e një gjaku e një gjuhe të përtej kufirit. Krahina shqiptare Plav Gucis ka marrëdhënie shumë të mira me Vermoshin dhe është për t'u theksuar se përveç shqiptarëve, edhe banorët që i përkasin kombësisë malazeze ose serbe në Plav Guci trajtohen me korrektësi dhe pa paragjykime.